Përshëndetje. Mirë se vini në këtë shpjegues. A e dinit se çdo vit shpërndahen fjalë për fjalë miliarda euro përmes granteve, fondeve zhvillimore dhe programeve të ndryshme ndërkombëtare? Po, miliarda. Por e dini ku qëndron paradoksi këtu? Idetë vërtet shkëlqyera shpesh mbeten thjesht ide në letër. Pse? Sepse u mungon financimi. Sot do të futemi thellë në këtë industri dhe do të ndërtojmë bashkë një udhërthyes profesional se si të ngrini një biznes fitimprurës si konsultent për grant writing. Do ta shohim këtë si një bisedë mes kolegësh, ku do të kuptojmë se si një konsulent i aftë shërben pikërisht si ajo ura strategjike e domosdoshme që lidh një vizion të madh me paratë që bëjnë atë realitet. Thelbi i problemit në tregun e sodëm është fare i thjeshtë. Shumë organizata kanë ide fantastike, por u mungojnë paratë. Kemi plot raste, si OJJ, startupe, biznese sociale, madje edhe institucione, që kanë projekte me një potencial vërtet jashtëzakonshëm. Fondet aty janë, Bashkimi Evropian, USAID e plot donatorë të tjerë privat kanë buxhete të pafundme, por ekziston një shkëputje totale. Pse ndodh kjo? Arsyeja kryesore është se shumica dërmuese nuk ja ka idenë se si ta aplikojë. Procesi burokratik i tremb dhe mbi gjitha nuk din të shkruajnë aplikime që fitojnë. E pra, kjo shkëputje është fiks momenti ku krijohet një mundësi e artë biznesi për të futur si ekspert. Le ta bëjmë qartë një gjë që në fillim. Grant writing nuk do të thotë të shesësh një produkt fizik. Ky biznes ka një vlerë kaq të madhe pikërisht sepse ju ofroni diçka shumë më komplekse. Ofroni strategji, strukturë, hulumtim dhe atë aftësinë unike për t'i marrë fjalët dhe për t'i kthyer në një projekt që financohet. Si konsulent, puna juaj është të merrni një ide të papërpunuar dhe ta ktheni në një dokument që flet eksaktësisht gjuhën e donatorit. Mendojeni pak, mijëra apo madje miliona euro shpesh varen nga një aplikim i vetëm, i strukturuar në mënyrë perfekte. Atëherë, cili është plani ynë për sot? Do të kalojmë përmes 5 pikave kryesore. Së pari, shërbimet kryesore të konsultencës. Së dyti, aftësitë thelbësore që ju duhen. Së treti, si bëhet strukturimi i buxheteve. Më pas do flasim për përthithjen e klientëve dhe në fund fare modelet e çmimeve. Konsiderojeni këtë një plan biznesi të plot për të ngritur një praktik fitimprurëse nga e para. Fillojmë me pikën e parë, shërbimet kryesore të konsulencës. Çfarë saktësisht do t'i ofroni ju tregut? Shikoni, ky profesion nuk është thjesht të ulesh e të shkruash, është një spektër i tërë shërbimesh. Gjithçka fillon me kërkimin e fondeve, sepse klientët shpesh nuk din as ku të kërkojnë për grante. Pastaj vjen ajo që është vërtet zemra e biznesit, shkrimi vet aplikimit. Sa projekte hidhen poshtë jo se ideja ishte e dobët, por sepse aplikimi ishte thjesht i shkruar keq. Sigurisht, pjesë e shërbimit është edhe përgatitja e buxhetit, pastaj vjen konsulenca strategjike që sinqerisht është niveli premium i kësaj pune, dhe të mos harrojmë menaxhimin dhe raportimin e projektit pasi granti fitohet. Kjo pjesa e fundit është thelbësore, sepse kështu krijohen marrëdhënia fatgjarta me klientët. Një konsulent i kompletuar i mbulon të gjitha këto. Kalojmë te pika e dytë, aftësitë thelbësore. Cilat janë kompetencat bazë që duhet patjetër të zotroni? Një nga gabimet më të mëdha, një gabim i vërtet amatorësh, është të mendohet se grant writing është thjesht shkrim kreativ. Absolutisht jo. Ndërsa shkrimi kreativ mbështetet te emocioni dhe tregimtaria e bukur, shkrimi profesional është ai që sjell financimin e vërtet në tavolinë. Ky profesion kërkon qartësi absolute, kërkon strukturë dhe logjik të hekurt. Çdo fjali që hidhni në vetër duhet ketë një qëllim specifik dhe t'i përgjigjet direkt një kriteri tepër rigoroz të donatorit. S'ka vend për fjalë të tepërta këtu. Kërkohen vetëm argumente të ftohta, profesionale dhe thellësisht analitike. Por, e dini çfarë? Të shkruash mirë është vetëm një pjesë e ekuacionit. Si profesionist të vërtet, duhet të kuptoni thellësisht menaxhimin e projekteve. Duhet të dini eksaktësisht se si lidhen objektivat me aktivitetet, cilët janë indikatorët e suksesit dhe cili do jetë impakti real. Kjo është baza. Më pas, vjen ulumtimi. Amatorët harxojnë shumë kohë duke aplikuar programe të gabuara, ndërsa një ekspert e di se si t'i lexojë thjerrjet dhe të analizojë kriteret e fshehura. Së fundmi, komunikimi. Realiteti është se klientët shpesh herë vinë super të çorganizuar. Detyra juaj është të mblidhni gjithë atë informacion, ta strukturoni dhe ta drejtoni të gjithë procesin me diplomaci të lartë. E treta në listë, strukturimi i buxheteve. Kjo është realisht shtylla kurrizore financiare e çdo aplikimi. Ka një mit, një keq kuptim sukur buxheti është diçka që thjesht mund t'i bashkëngjitet projektit aty në fund, sa për të mbushur formularin. E po, e keni gabim. Një buxhet profesional kërkon 3 elemente të panegociueshme. Së pari, planifikim realist.
Kjo do të thotë që kostot duhet të përputhen milimetrikisht me aktivitetet që keni përshkruar në tekst. Së dyti, justifikimi i kostove. Donatori kërkon të di pse saktësisht ju nevojitet çdo euro, nuk mund të ketë shpenzime në ajër. Dhe së treti, logjika financiare, që garanton transparencë të plotë, sepse besomeni, nëse buxheti nuk ka kuptim ose duket i fryrë, i gjithë aplikimi juaj rrëzohet, sado i përsosur të ketë qenë teksti narrativ. Seksioni i 4, përthithja e klientëve. Le të flasim se si mund të siguroni atë marrëveshjen tuaj të parë. Si ta kthejmë gjithë këtë teori në praktik? Ja një udhërfyes hap pas hapi, fantastik për t'ja nisur. Hapi i parë. Rregulli i ardh është mos e filloni duke synuar organizata gjigante. Nisja më e zgjuar bëhet me ONG lokale, me startupe ose bizneset vogla sociale. Këta e duan dëshpërimisht ndihmën, por nuk kanë staf të dedikuar për të aplikuar. Hapi i dytë. Bëni detyrat e shtëpisë dhe gjeni grante aktive që u përshtaten fiks nevojave tyre. Dhe hapi i tretë, që bën diferencën e vërtetë. Në vend që të ofroni shërbime gjenerike, unë shkroj projekte, ofroni një zgjidhje konkrete. Propozoni ndihmë për atë grantin specifik që keni gjetur dhe tregojeni që keni një plan real që ditën e parë. Dhe tani seksioni i 5, modelet e çmimeve. Si funksionon realisht kompensimi? Si paguheni në këtë industri? Meqense po flasim për aplikime me vlerë të lartë dhe projekte komplekse, ekspertiza juaj do të paguhet mirë. Në këtë industri kemi 3 modele standarde. Modeli i parë është tarifa fikse, një çmim që caktohet paraprakisht për të shkruar dhe dorëzuar një aplikim nga fillimi në fund. Modeli i dytë janë pagesat mujore ose siç njihen retainers. Ky model përdoret kur ofroni mbështetje strategjike afatgjatë dhe klienti ju paguan çdo muaj për të kërkuar vazhdimisht fondet për ta. I treti është tarifa e suksesit, e cila është një përqindje që e merrni vetëm nëse granti miratohet. Zakonisht, profesionistët më të mirë i kombinojnë këto modele. Kështu mbroni punën tuaj edhe e ndani rrezikun bashkë me klientin. Këtu dua të ndalem pak dhe t'ju jap një paralajmërim si mentor. Rregulli numër 1 i padiskutueshëm i këtij biznesi. Kur mos premtoni një grant të garantuar. Askush që është vërtet serioz në këtë punë nuk e bën këtë. Pse? Sepse ky proces është jashtëzakonisht konkurrues dhe në fund të ditës fjalën e fundit e ka donatori. Detyra juaj si konsultant nuk është të manipuloni vendimin, por të kontrolloni rrepsisht cilësinë. Ju paguani pikërisht për këtë, por të krijuar dokumentin më profesional, më të argumentuar dhe të strukturuar të mundshëm për t'i dhënë atij projekti shansin absolutisht më të mirë për t'u financuar. Për ta mbyllur, le të jemi të vërtetë me njëri tjetrin. Grant writing s'është gjithmonë një biznes super glamuroz. Përfshin male me dokumente, afate kohore që të stresojnë pafund, e duhet të kesh nervat menaxhuesh pritshmëritë e klientëve. Por e dini çfarë? Mbetet një nga profesionet më përmbushse. Kur sheh atë vizionin, e klientit marr jetë thjesht sepse ti ditet ta strukturore e qartë dhe bukur, është një ndjesi e pashpjegueshme. Ndërtimi një portfolio do kohën e vet, për këtë s'ka dyshim, por hapi i parë fillon gjithmonë me përkushtimin ndaj cilësisë. Pra po e lëm me këtë pyetje, a jeni gati ju, gjenerata e re e ekspertëve, ti merrni këto ide të mrekullueshme dhe t'i ktheni në realitetet financuare? Provoni dhe shiheni vetë.